Incident gjatë një loje me armë mes ushtarëve humbi jetën 20 vjeçari. Një ushtar francez 20 vjeçar ka ndruar jetë pasi u qullua në kokë gjatë një loje me armë mes kolegësh në një fest ku konsumohej alkool. Viktima është identifikuar si Alexandre Lacben, brigadier në ushtrim franceze. Ngjarja ndodhi të shtunën e kaluar në spitalin ushtarak Mësimor Persi në Clamart, në perëndim të Parisit. Sipas prokurorëve francez, gjatë asaj që u përshkrua si një lojë mes ushtarëve që konsiston në përpjekje për të çarmatosur një koleg dhe për të çaktivizuar armën e tij, një pistolet e mbushur u shkrep aksidentalisht, duke e goditur ushtari në kokë. Arma, e cila zakonisht shkarkohet përpara se të luhet loja, këtë herë nuk ishte zbrazur. Iri u shërbente në regjimentin 35 të artillerisë parashutiste me bazë në Tarbes dhe ishte pjesë e operacionit Sentinel, një mision i vazhdueshëm i sigurisë së brendshme në Francë. Guvernatori ushtarak i Parisit deklaroi se kishte mësuar lajmin me trishtim të thellë, duke i shprehur ngushëllime familjes dhe të afërmit të tij, duke garantuar mbështetjen e plotë të forcave të armatosura. 3 ushtarë, gjithashtu pjesë e operacionit, dolën para një gjykate në Paris. Njëri prej tyre u akuzua për dhunë me armë që rezultoi në paaftësi të përhershme dhe shkelje të urdhrave për shkak të konsumimit të alkoolit. 2 të tjerët përballen me akuza për dëmtim të pavullnetshëm trupor që solli paaftësinë mbi 3 muaj, si dhe për ndryshim të vendit të ngjarjes me qëllim pengimin e drejtësisë. Për shkak të vdekjes së tij, akuzat pritet të riklasifikohen. Hetimi është të besuar shërbimit të hetimit penal në departamentin Hauts de Seine.